Përshëndetje dhe mi të një përshëndetje për një mi të një përshëndetje në chanelin ton bro. Edhe bro, dhe kërja shumë disi s'kam bërë video për 6 ditë gati për një javë, por kam pas disa arsye që është e vere pushime. Edhe por ju që mund të keni parë videon që kam bërë bro, kërkoj shumë lehtë, se fshiva direkt sepse ishtë bërë një glitch dhe fatkesisht nuk munda ta hedh videon e fshiva sa olla se ishte bërë katastrofë. Kështu që bro, karta o video shumë e dëshiruar e video me veçantë të tournamenti bro, kartë koha. Dori Lionel Messi aty çfarë World Cup po bën, por më shumë keq na vjen për dy gosat e tjerë, për Neymarin dhe për Cristiano Ronaldo, të dy u eliminuan në një mënyrë të dhimbshme, por mendoj se Neymar u eliminuar në një mënyrë më të dhimbshme akoma, se ikon një ekip që spritej, kurse edhe Portugalia në një mënyrë të dhimbshme sepse Anglia dhe golin qor. Edhe ka ardhur koha bro për të marrë një revenge dhe ta themi kundra Spanjës, sepse ka ardhur koha të bëjmë tournamentin, kupën e botës me Portugalin. Jo dhe Cristiano Ronaldo me gojën e hapur, po tani s'është më për profesional bërë se shumë e vështirë. Edhe do t'i bi shaf, do t'i bi bërë qik shpet, do t'i bi vetë, ta se dhe video shumë e gjatë, do t'a bime me pjesë, bro, pjesë, po e bje Zvica, këte i Suedia, Spanjë, dua një revenge kundra Spanjës, për të më bjeri Spanja aty direkt. Holland, Marok, ja dhjesim vrasën, bro. Holland, Marok, fusin Gjermani këtej, pa një përbim pak më të letë, Kroatin. Ja racim bro një Angli, Argentin, Brazil, Belgjik. Bro, ok, 4 vënde, prit. Bro, si mund të lëm Francë një për pretendent dhe për ta marrë kupën e botës. Francë, Japoni, ok, dhe 2 ekipe. Kë kam lën, ki Norvegjin të ta fus. Që mos ta fus Norvegjin, një sekund. Ok, Norvegjia me një ekip, kam ambushin shumë syrin, por më e mira dhe që ka pasur një run-up të mirë, mendoj se do janë zinë jetën për të fus o Kolombin, o të di që Kape Verden. Confirm, ka ardhur koha bro, për të marrë revenge kundra Spanjës dhe për të fituar kupën e botës me Cristiano Ronaldo. Portugal, la Portuguese bro. Portugal have won major, që vajdes, po kish për Euron 2016 që e fitoj. Edhe bro, ky formacioni here të pirë bro, një formacion që do të ndihmoj shumë për të fituar të kupë botërore, që nuk e ka ndihmuar dhe Portugalin të marri, për të ndihmoj një 4-3-1-2. Kemi të Bruno Fernandes, bro, ok, shumë case, po më pëlqeka shumë. Pedro Neto të ta ishi me Joao Felix këtu, Veiga nuk ja blendori këtu, Joao Neves, pastaj Veiga, ok, është mirë, po më pëlqen formacioni bro, pastaj mirë. Dhe që është perfekt. Edhe jemi gati për 1, 2, 3. Start on. Ok, nuk ka startuar me play bro, është pa play, start on. Ose bëhet gati për të startuar ndeshja e raundit 16-s, më pëlqen se shumë për kështu, por nuk ka problem. Edhe bro, kemi ardhur me Portugalin për ta fituar të kupë botërore. Me Cristiano Ronaldo, i cili është i mallkuar, ka një kurs që nuk ka fituar kupën botërore prej 5 marrëve që për 2010, 2014, 18, 22 dhe fatkesisht kupë botës aty e fundit që dhe atë dështoi dhe nuk e mori dot as ekipi vetë portugez, por as një prej gotave, Cristiano Ronaldo nuk arriti të për vete. Kështu që ato të mundemi ne të japim Ronaldos, ta shikojmë. Kemi kundra Zvicrës të Granit Xhaka, ja dhe Cristiano Ronaldo shumë serioz aty. Jemi gati bro, starton ndeshja e parë e World Cupit me Portugalin. Portugali-Zvicra aty Joao Neves, bukur. Ka ardhur koha bro për ta fituar të kupën botërore dhe për t'i lënë hejterat të pushojnë. Do ta bëjmë me parte bro, do ta lëm par dyshin live. Nuno Mendes aty. Joao Neves, Joao Pedro. Ok, Bruno Fernandes aty kërkon ndihmë. Ok, bukur. Ronaldo, goditja Ronaldo, vin goli. Çfarë është ata? Shumë bisetime ishin për të që nuk do të arrin të losen në këtu kubote, ose do të ishte Deveja e Arabisë, do të ishte një flop i madh, nuk do të arrin të çnonte asnjë një gol, ose ndeshte penaldo, por hejterave ju bën një shush. Dhe ka shënuar një super gol aty kundra Zvicrës. Doja, ok, nuk duhet të ham gol kundra Zvicrës si Granit Xhaka bro. Ka si bukur, Joao Carvalho. Ka marrë për të gjithë 11 që mendoj se ja vlen vetëm një kong futa se s'po mangjiste brojtja. Rafael Leao aty dhe një ndihmës e madhe për Cristiano Ronaldo. Ok, Leao, çfarë ndihmës të madhe bëri. Çfarë ndërhyrje. Joao Cancelo në shkojnë me karton të verdh, arbitri pak në anën e Zvicrës aty, por s'ka problem. Shpejt bë nuk mund të presim
duan fitore pas fitore. Joao Neves, Leao, del Ronaldo. Çfarë pasimi, Ronaldo, më i shpejt Akanji, Godet, o vllazës po Godet, shit. O bro, s'po bëj goditja, shit. Embolo, o çfarë vrapimi Embolo, buku Ruben Dias e blokon Embolon, Bruno Fernandes, Rafael Leao, kapsira, goditja, Leao, jashtë. Dhe shumë e fortë aty Portugalia po kërkon golin e dytë ose golin e sigurimit për të shkuar dhe për të avancuar në fazën e çerek finaleve, por ato të arrin, do ta shikojmë bro. Ndeshje shumë e qartë për portugezëve. Bukur pasi të Cristiano Ronaldo, do të arrijë të bëjë të dytin portugez, nuk arrin dot bllokohet na mbrojtja portugeze, na suede fuck it, zviceriane. Granit Xhaka aty shqiptari. O do të biku dhe Joao Cancelo se ja di uratën. Çfarë defensi për Ruben Dias aty, Joao Felix. Jepe Leao, çfarë pasimi dop Leao, çfarë ndeshje të dopet pa bërë Rafael Leao, bro, nuk e prisja. Akanji dhe mbytet pjesë e parë 1-0. Diçka është në favor të Portugalisë. Portugalia ka shansin altë për të arritur në gjysmëfinale. Të dalim pak në këtë tema seriozitetit të komentatorit, bro. Kush do që të futën live të komentojnë tani përse kjo video, të komentojnë të futën live apo jo, sepse bro pas do të çojë në çerek finale ose në gjysmë finale, edhe do të futem live për të bërë finalen e për të fituar e për të bërë ndeshje me ju. Okej, tani pak serios për ndeshjen. Joao Felix aty. Cristiano Ronaldo, i cili pati një World Cup të mirë, por që arriti shumë të gola diku, por u eliminua. Ronaldo, çfarë lëvizjesh, çfarë se po versas, Cristiano Ronaldo, rotullimi, faul, nuk levet ndërhyrje. Shkojmë, crossing zone, Ruben Dias, Ronaldo brai, shtat larti, Nuno Mendes mbrojtësi më i cilësuar e më i mirë. Çfarë gabimi. Mos, nuk do të bëjmë të gabime bro, sepse një gabim i vogël na kurson gol. Hajde Nuno Mendes, si mund të librosh ta ndoje. Nuno Mendes tregon fizikalitet. Diogo Costa, miq, çfarë loje ka bërë Diogo Costa kundra Spanjës, ka qenë i vetmi lojtar ose lojtar që normal që ka dhënë shpirtin në atë ndeshje. As Cristiano Ronaldo për skatosmi, as njeri. Vetëm e kanë parë të ndeshje. Diogo Costa dha shpirtin për Portugalin si shlan evropian, por ja që zgjeti që përsëri. Po kur Cristiano Ronaldo çon çdo bi, Ronaldo. Bro. Çfarë kalimi pasi te Joao Neves. Joao Neves aty nuk e çon Joao Felixin. Ronaldo, godja me trivella, Kobel. Edhe Kobel i kishte paraqitje shumë të mirë dje. Joao Felix, Kobel përsëri. Si mund të ndalet ky? Joao Neves goditja, çfarë po bën Kobeli? Është ima i qepsur ky portier apo çfarë, duhet të bëjmë test dopingu sepse me ato pritje mo. Po, e mbron Zvicrën, dhe që mund të ketë një ndeshje me koshtesë. Çfarë ka bërë doja aty në momentin që ka dribluar. Okej, Zvicra me një lokin e merr shumë seriozisht. Embolo nuk duhet të postigoj Portugalia në asnjë mënyrë. Bukur Ruben Dias. Mos, edhe topi, çfarë bukur Granit Xhaka. Mos. Kishe. Në panik mbrojtja, bro, çfarë gabimi ka për Carvalho. Diogo Costa. Çfarë pritje në fund. Bro, arbiter. Edhe më në fund në çerek finale Portugalia. Ishte një pritje, mund të themi Diogo Costa se mbajti gjallë shpresat portugeze. Që tani jemi shumë afër për të shkuar në gjysmëfinale sepse një rëndi që ne të pitua. Dhe lojtari ndeshjes padyshim Cristiano Ronaldo me një gol. Tema se të bukur dhe që arrit ta kaloj Portugalin në fazën e çerek finaleve. Shumë gjendje bro. Spanja poshtet nga Suedia. Bro, sa i nat po më vin bro. Sa i nat po më vin që Spanja është poshtur sepse do të bia një revenge. Si mund t'i themi, do të bia një revenge ta mposhtë Spanja, por ja që e mposhti Suedia. Edhe kemi Holland bro që kanë poshtur Marokun dhe kemi një Kroaci që kanë poshtur Gjermaninë. Në krahun tjetër Argentina ka shkatruar Anglinë, Belgjika për fatkeq ka mundur Brazilin, Franca ka mundur Japoninë dhe çfarë dominimi pas ka bërë Norvegjia me Kape Verdën bro. E ka me penalti. Edhe jemi me Suedin bro, ka ardhur bro për ta mposhtur Suedin, edhe pse Suedia do ta bëja me Spanjën, por përsëri e shajmë si Spanjë. Si është nuk në zonë leven, si është duam një fitore aty dhe për të avancuar në gjysmëfinale. Portugali, Suedia ka pasur një World Cup të mirë, por me ekipet të forta ka pasur komplet ndeshje negative, sidomos kundra Hollandës, që u dominua, u shkatrua keq fare dhe kundra Francës. Okej.
Ja, dhe tu formacioni okej, i sakë që janë në sëllë, po më besoj që ka bërë sa njëri sot des, por më mirë për ne. Edhe një ekip të mirë kishte Ronaldo sërish 21 vjeçari. Ka vënë njodhën ndeshjen e parë duke shënuar një super gol duke i dhënë Portugalisë avancimin më tej. Nuno Mendes aty. Joao Neves, Joao Felix, obobo. Duhet ta fitojmë. Bukur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo çfarë rapi? Cristiano Ronaldo vin goditja Cristiano Ronaldo. Nuk ndalet mesh. Nuk ndalet Cristiano Ronaldo. Thuj, nuk e mposh, nuk e mban dot njëri 41 vjeçar, sigurisht një 30 vjeçar. Si në prime e 2018-s, 2019-s, nuk ndalet. Ka pas gjithmonë prime, nuk ka që vetëm një prime, ka pas prime tërë jetën e tij. Përveç këtyre viteve të fundit që kur shkoi tek United. Gyökeres. Çfarë bllokimi Joao Neves. Kartkoa. Bruno Fernandes. Joao Felix, çfarë kalimi ose çfarë bllokimi mund të themi. Ajari. Nuk duhet ta lejojmë. Kalsirum. Gyökeres, Ricardo Carvajal. Çfarë ka bërë Gyökeres aty, ta lejojmë të barazojnë. Faul? Okej, bërë nuk e prisja këtë faulin, por hajde, çfarë të thuash? Goditja. Çfarë goditje fort. Shkojmë biseone, por të sa më ishin goditje shumë e fort. Okej, Diego Costa, Ricardo Carvajal, Nuno Mendes. Kërkojmë disa timisë tonë të tani të pasim do vja Cristiano Ronaldo. Faul, ja, hajde në anën brëtësisë është faul ai. Çfarë? Për ne arbitër, për ne topi Portugalia duhet me patjetër të dominojë dhe të arrijë të fitojë të ndeshje. Cristiano Ronaldo, Leo offside nuk atë. Shit, ja, s'është. Leo, Boko Cristiano Ronaldo, Vitinha. Rafisata, do të tentova të bjerë Rafisatën, Nuno Mendes mbrojtja e kësaj Portugalisë shumë e fortë aty. A një pafshot me Ronaldo, blokoj, si ishte faul. Arbitrat suedez, ose arbitri që janë në krahun e Suedis, e langa, një rrezik i madh, një blus shumë i mirë e langa aty. Gyökeres, nuk duhet ta lejojmë. Nuk duhet të lejohet ai dhe lejohet në mbrojtja portugeze, çfarë gabimi. Nuk duhet ta lejojmë në as edhe një mënyrë Suedia të dominoj Portugalin. Ne kemi ëndra sa fitojmë të World Cup. Okej, dini para ndihmojeni pak bro, se vetëm Cristiano Ronaldo pelos. Joao Felix, Bruno Fernandes. Vitinha goditja! Norza çfarë pitje? Ronaldo goditje për mosa parë bro. Shumë ti dobet. Termin ta shtet bro, të nda shpresë për pjesën e parë, por nuk më dhe të dobet asgjë. Ja ta mbylli tani ky. Shit bro, nuk ishte njëri pjesë e parë një, nuk ka një rezultat pozitiv për ne. Ama duhet ta fitojmë të ndeshje me kohë të rregull, sepse të bëjmë me kushtet më së din çfarë të presin pas kundër Argentinës së Francës. Starton pjesë të dytë bro, çfarë do bëj? Edhe të gjitha bëni like e subscribe se ja vlen. Castrum, Gudmundsson, Nürgen, Castrum, bro, çfarë tentimesh pa bëjnë për pasash për na të shmontojnë mbrojtjen. Dhe faul, nuk ka shans me kon faul bro. Jo, Gyökeres, goditja. Bro, goli i dytë. Po na dominon Suedia shumë keq bro. Ka rritur Gyökeres na shënoi 2 gola, katastrofë. Na duhet ndihmë, nuk duhet të eliminohemi. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Neves bro, çfarë është kjo ndeshje katastrofale? S'më falet mos i trajneri Portugalisë aty. Minutat po shkojnë blocking bro, çfarë është kjo mbrojtje katastrofale? Joao Felix. Më në fund do të marrim të bëjmë kurrë shumë të shpejt sepse rezultati s'është në favorin ton. Ronaldo, Joao Neves, çfarë ky pasim kaq i dobët, çfarë gabimi? Nuk kemi asgjë në Terezi bro. Jemi duke kompostur nga Suedia, nuk ka shans attacking bro, duhet të bëjmë gol në 68, gati. Bjerja Bronise. Ishe. Do të vi shansi golit të dytë. Sepse nëse vazhdojmë kështu, do të jetë një keqardhje për Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. Bukur, Joao Felix. S'kemi asnjë hapësirë miq. Ka Rafaela, godita gol. Ka shpes për Portugalin, kush s'ka. 2-2. Portugalia 10% chat. Fali për që u bë pak pauzë, po më iku bateria. Lao. Çfarë gabimi Rafaela, nuk I falet Rafaelaos. Bukur Ronaldo, I shpejt është. Cristiano Ronaldo,
I rrotullohet. Kërkon një pasi, nuk ka hapësira, nuk ka fucking hapësira, bro. Fine sot. Goli, te kanë comeback. Cristiano Ronaldo të gola. I papar. Nuk ndalohet në moshën 41 vjeçare ky person, ky goat. Nuk ndalohet as në një moshë, nuk ka rëndësi mosha për të thjesht një numër. E thën nga ai vet. O baba nuk duhet të bëhet asnjë 3 metresh. O baba arbitri, o baba arbitri sa i paguar është. Korruptim total. Korrupsion. Shit, bro, nuk duhet ta lejojmë të vëmë këta. Ronaldo shty përpara lao. Shtyni përpara. Duhet ta mbitim lojën me këtë rregullt. O, çfarë pasimi të bukur ka dhënë. Ronaldo. Duhet. Yes! Më në fund. Ndeshja e vështirë me një comeback. Se Cristiano Ronaldo vërteton se nuk është finisht, po është aty për të ndihmuar Portugalin. 3-2 shkojmë në gjysmëfinale, bro. Man of the match, lojtari i lojës përsëri Cristiano Ronaldo dhe kush tjetër përveç këtij. E më posh Gyökeres është një amator kundra Cristiano Ronaldo, nuk mundet. Edhe të zbulojmë gjysmëfinalet. O, bro, kundra Hollandës. What? Belgjika kanë posh Argentinën, Francë. O, bro, mund të kemi një Portugali-Francë në finale. Po për të marrë vesh, se kush do të jetë Portugali-Francë, apo Holland-Francë, ose Holland-Belgjikë, ose Portugali-Francë. Bëni like, subscribe, e do ta shikojmë finalen në live streaming e radhës. Subscribe, like, shemi në live. Bye bye.